Gjithmonë kur mbaron një vit, njerëzit e kanë për zakon që të analizojnë çfarë kanë mësuar atë vit, gjithashtu të vendosin objektivat edhe për vitin e ardhshëm. Dhe nga kjo gjë nuk bëj përjashtim as unë. Në këtë video dua të ndaj me ju disa mësime që kam nxjerrë nga viti që lam pas. Mësimet e cilat ndoshta mund t'ju ndihmojnë ose motivojnë edhe juve. Në mënyrë të përmbledhur për këtë temë kam postuar edhe një video në Instagram, por dua që të gjitha topika që kam darë në atë video t'i shtjelloj më gjatë, duke treguar edhe disa ngjarje konkrete që në fakt më sollën në këto përfundime ose në këto mësime. Nëse je konsistente, do të kesh rezultat. Ky është një mësim që thellë e dija dhe praktikisht mendoj që të gjithë e dinë që konsistenca është çelësi për të patur rezultat për çdo gjë, por këtë vit e kam kuptuar më shumë se kurrë. Dhe ka ndodhur shumë gjëra që në fakt arrita ta kuptoj. Në mars të vitit të kaluar, unë vendosa që të marr një dado, që në fakt është një familjarja ime, pra një person i njohur, në mënyrë që të kisha më shumë kohë në dispozicion për të punuar dhe për të përqendruar edhe tek biznesi im online. Pra që siguroja disa orë pune pa ndërprerje dhe orë të fokusuara. Dhe gjatë këtyre orëve kam punuar më shumë duke u përqendruar edhe tek përmbajtja ime në Instagram për të qenë akoma më konsistente, gjë që gjithashtu më ka ndihmuar në rritjen e audiencës dhe në stabilizimin e ndjeksave që un kam aty, por jo vetëm. Kjo më ka dhënë hapësirën që gjithashtu të frekuentoj rregullisht palestrën. Dhe ishte hera e parë pas lindjes që po tregohesha me të vërtet konsistente me stërvitjen, duke shkuar 4 deri 5 herë në javë në palestër. Dhe fakti që unë çdo muaj kam shkuar rregullisht, po me të vërtetë rregullisht, kam patur rezultatet që po kërkoja. Duke filluar që nga përmirësimi i posturës, diçka që unë kam vuajtur, sidomos pas lindjes. Ndryshim tjetër ka qenë fakti se me të vërtetë kisha më shumë forcë fizike, duke filluar që nga mbajtja e djalit në krah. Gjë që më përpara më lodhte. Pra nuk kisha as fuqi mjaftueshëm që ta mbaja në krah. Tjetër gjë, niveli i energjisë ka qenë shumë herë më konstante. Nuk lodhem kollaj. Madje kur vjen mbrëmja, pra që është fundi i ditës, mbasi kam bërë 1000 gjëra gjatë ditës, habitem me veten kur e shoh që nuk jam e lodhur siç isha më përpara. Dhe një gjë tjetër, gratë të cilat kanë lindur dhe kanë kaluar shtatzanin ndoshta janë të informuara, ekziston diçka që quhet ndarja abdominale. Gjë për të cilën mund të kërkoni më shumë informacion edhe në internet, por është diçka e cila nuk mund të trajtohet me ushtrime të zakonshme. Pra ju nuk mund të bëni ushtrime barku të zakonshme. Janë ushtrime specifike. Dhe unë i kam bërë ato ushtrime rregullisht dhe jam habitur kur pash që ndarja abdominale që unë kisha është larguar, pra është mbyllur. Patjetër që u lumturova, por aty me të vërtetë fillova të reflektoj që po kur je konsistente, rezultatet janë absolutisht të dukshme. Dhe kjo gjë vlen edhe për rrjetet sociale. Kjo gjë vlen edhe për nisjen e një biznesi online. Nëse ju jeni të vazhdueshëm, duke bërë gjëra që janë boring në pamje të parë, ndoshta janë të vështira, ndoshta janë që nuk mund t'i bëni kur nuk keni motivim ose kur nuk keni dikë që ju shoqëron, por i bëni gjithsesi, rezultati është i pashmangshëm. Më besoni që shkuarja në palestër është diçka që kërkon gjithashtu shumë motivim. Është akoma më e vështirë kur je vetëm dhe nuk ke as edhe ndonjë shoqe që të vijë me ty. Gjithsesi, unë kam bërë këtë gjë për një kohë shumë të gjatë, pra për disa muaj. Pavarësisht se ka patur plot ditë që nuk doja të shkoja, sidomos në ato javët e para që je e lodhur, është e lodhja muskulare, por gjithsesi e kam shtyr veten. Madje kisha disa shënime në celular, të cilat i kam darë edhe në Instagram e ju në story, si afirmacione ose thjesht diçka për lexuar kur unë nuk ndihem e motivuar për të shkuar tek palestra, gjë që kjo puna motivimit shumicën e kohës mungon jashtëzakonisht shumë dhe shumë shpesh. Pika tjetër lidhet pikërisht pra me motivimin, në 99% të rasteve motivimi mungon. Ndaj mos prit për të. Pra mos pritni fare për ditët që do ndiheni të motivuar për të shkuar në palestër, për të ulur para kamerës, për të filmuar një video. Pra edhe tani që po filmoj, më besoni që nuk kisha fare motivim që të ulem, të vishem, të filmoj video për YouTube. E jo mua dhe për rrjetet sociale. Por është diçka që duhet ta bëj përderisa un kam zgjedhur të bëj këtë lloj pune. Dhe këtu dua të ndaj diçka që mua më ka ndihmuar në fakt për të bërë gjërat që duhet të bëj, pra që të jem e disiplinuar, është fakti që mendoj për përfundimin e gjërave. Pra si do të ishte dita ime nëse unë nuk e filmoj këtë video? Si do të ishte dita ime nëse unë nuk filmoj video që kam për të postuar në Instagram? Çfarë do ndodhte? Unë nuk do kisha trafik në rrjetet sociale, faqja ime nuk do të rritet dhe si rrjedhoj nuk do kem shitje, si rrjedhoj nuk do kem klient, si rrjedhoj nuk do kem punë. Atëherë pse po e bëj këtë punën online?
kur nuk kam asnjë lloj përfitimi, ose kur nuk mund të shtyj dot veten për të bërë ato gjëra që unë dua t'i bëj. Si do të ishte trupi im nëse unë nuk do të stërvitesha, nëse nuk do të shkoja në palestër, si do të ishte energjia ime, si do të ishte gjendja ime shëndetësore e përgjithshme, si do të ishte shëndeti im mendor, sepse për shembull palestra ul shumë nivelet e stresit, që si një nën shumë e zënë, që e di që ka shumë si unë, që mund t'jenë akoma dhe më të zëna, është normale të kesh stres. Por aktiviteti fizik është ndër gjërat më të mira që mund të bëni për trupin tuaj. Madje edhe fetarisht ju e dini shumë mirë që ne inkurajohemi që të kujdesemi për trupin ton, është amanet. Dhe shëndeti është diçka që njerëzit ja dinë vlerën vetëm atëherë kur nuk e kanë më. Por më tepër ne nënat kur nuk jemi mirë, nuk jemi as për veten e jo më për të tjerët. Sepse fëmijët tanë kanë nevojë për ne, bashorti jon ka nevojë për ne, familjarët tanë, shtëpia. Pra ka shumë gjëra dhe njerëz që presin prej nesh dhe është e rëndësishme që ne të jemi sa më mirë në radh parë me shëndet. Të gjitha këto mendime që unë ja kujtoj vetes her pas here më ndihmojnë që ta ruaj disiplinën dhe të bëj atë që kam për të bërë çdo ditë, pavarësisht mënyrës se si ndihem. Për të kaluar te pika tjetër, produktiviteti është aftësi e cila mësohet. Është diçka që me të vërtetë mësohet, duke e shtyr veten her pas here rregullisht. E di që ka shumë njerëz që huajnë me këtë pjesën e të qenit produktiv, me pjesën e motivimit, por provojeni që çdo ditë të uleni në darkë dhe thoni çfarë arrita të bëj sot, çfarë bëra me kohën time. Dhe në momentin kur ti bën një analizë se ku po e çon kohën tënde, çfarë hapash po bën drejt realizimit të gjërave që ti do të arrish, atëherë fillon edhe reflekton që prit pak, se nuk mund të vazhdoj në këtë mënyrë. Prit pak, se nuk mund të jem unë ky modeli që dua për fëmijët e mi, sidomos për ata pra që kanë fëmijë. Mendonin që fëmijët tanë nuk dëgjojnë se çfarë ju themi, por ata na shikojnë se çfarë bëjmë ne. Ne duhet jemi role models më të mirë për ta, dhe kjo gjë fillon duke bërë veten tonë më të mirë dhe më pas të presim që ata të jenë të mirë. Pika tjetër që në fakt fola deri tani, por shëndeti fizik është shumë i rëndësishëm, mos e nënvlerësoni. Unë ju thash, stërvitja me të vërtetë të ndihmon që të dukesh më mirë, të dukesh më konfidente, por energjia, gjendja e përgjithshme shëndetësore, kur është e mirë dhe kur është në nivelet e saj më të mira, ju do të jeni produktiv më shumë. Do të keni mundësi të kryeni adhurimet më shumë, më mirë, më të përqendruar. Do të jeni më të fortë dhe më prezent për fëmijët tuaj, për familjen tuaj. Të gjithë do të kenë benefite dhe ju vetë do ndiheni më mirë. Pra mos e nënvlerësoni. Orët e para të mëngjesit janë thestar. Mos i shpërdoro. Me siguri më keni parë shpesh herë në story në Instagram që flas se si zimi herët është ndër gjërat e mia të preferuara dhe janë orë të cilat me të vërtetë ka shumë bereqet. Orë të cilat edhe pse janë pak kalojnë shumë ngadalë dhe është interesante se sa shumë gjëra mund të arrish të bësh vetëm në ato pak orë. Dhe ju dini shumë mirë që edhe profeti Muhammed alayhis salam ka bërë dua për umetin e tij që Allahu t'i bekojë në orët e para të mëngjesit. Unë këto orë preferoj t'i shfrytëzoj për të bërë dhikrin e mëngjesit, për të lexuar Kur'an, më përpara gjithashtu edhe punoja, por me që tani kam ndihmë gjatë ditës dhe mund të punoj në orare të tjera më e përqendruar, preferoj që orët e para të mëngjesit t'i dedikoj vetëm për pjesën time shpirtërore, që është leximi i Kur'anit. Pra tani mund të lexoj më gjatë, mund të lexoj disa faqe më shumë, nëse dua mund të lexoj edhe një libër ekstra, diçka për zhvillimin personal, preferoj në përgjithësi, ose edhe libra psikologjik më shumë. Po si të zgjohemi herët. Përgatitja për të zgjuar herët fillon që me rutinën e mbrëmjes. Duhet të flini herët në mënyrë që të zgjoheni herët. Dhe në terma afatgjat, kjo gjë është shumë herë më e shëndetshme se sa të flesh vonë e të zgjohesh vonë. Pra le ta lëm fare anash të pjesën e produktivitetit. Nga ana shëndetësore është shumë herë më mirë kur ju flini herët, zgjoheni herët, sepse është ritmi cirkadian, është natyrshmëria e trupit, sepse nata është bërë për të pushuar e dita për të punuar. Ju inkurajoj shumë që le të jetë ndër objektivat tuaja për këtë vit zgjimi herët. Do habiteni se sa shumë do ndryshoj jeta juaj për mirë. Një libër që mund të lexoni është Klubi i 5 e mëngjesit nga Robin Sharma. Është një libër që mund t'ju ndihmojë dhe motivoj shumë që ta realizoni këtë gjë. Një mësim tjetër, gjërat e mira kërkojnë kohë që të arrihen. Ky është një mësim që e kam nxjerrë që tek konsistenca, që tek palestra. Pra, unë gjithmonë doja një trup të mirë, një trup të shëndetshëm, një trup të fortë dhe u desh kohë që kjo gjë të arrihet. Normalisht kam akoma shumë punë për të bërë, sepse 5-6 muaj është një kohë shumë e mirë për të qenë konsistent dhe për të stërvitur rregullisht, por rezultatet më të mira akoma
do duan edhe më shumë kohë. Për të ndërtuar një biznes online fitim për orës, do duhet gjithashtu shumë kohë, sepse të kesh fitim më të mirë se në një punë 8 orare apo të kesh një fitim shumë të mirë krahasuar me njerëzit me shumicën në përgjithësi është diçka që gjithashtu kërkon kohë. Dhe unë shikoj këtë gjë edhe tek biznesi im, kur e krahasoj me fitimin që kam patur në vitin më përpara dhe fitimin që un kam tani. Është diferencë e madhe, por është diçka që gjithashtu ka kërkuar shumë kohë, ka kërkuar punë të vazhdueshme. Edhe atëherë kur nuk kisha fitimin, ndoshta sa dikush që punon në një punë 8 orare, unë duhet punoja gjithsesi që të arrija në atë nivel dhe madje ta të kaloja. Dhe nëse në objektivat e tua është që të nisësh një biznes online për këtë vit, por nuk di nga t'ja fillosh, lexo përshkrimin e kësaj video dhe mund të bësh pjesë e mini kursit 3 mënyrat më të mira për të punuar online dhe do kesh mundësi të eksplorosh çfarë mënyrash ekzistojnë dhe cila do të përshtatet ty. Një pikë tjetër, bëj çdo ditë diçka që të frikson. Përndryshe frika do të ketë kontroll mbi ty. Deri në 1 vit e gjysmë mbas lindjes nuk e kisha marr makinën asnjëherë që të dilja dhe të lëvizja. Gjë që në fakt po më krijonte frikë që të rikthehesha dhe të jepja makinës sërish. Realisht kisha shumë frikë, kisha edhe shumë justifikime, thoja që djali nuk do më rrinë se Xhelino, nuk mund të jap makinës vetëm, nuk mund të dal vetëm, nuk mund të dal vetëm me djalin. Pra, kisha justifikime nga më të ndryshme dhe mund t'i gjeja lehtësisht. Por thellë ishte thjesht se kisha frikë. Dhe erdhi në një moment që ose duhet shisja makinën sepse po rrinte kot, ose duhet ta merrja dhe të dilja. Dhe këtë bëra. E sfidova veten, e mora makinën, dola dhe me dikë që në fakt nuk dinte të jepte makinës, por thjesht doja që dikush thjesht ishte aty me mua. Kisha dhe djalin me vete mundësisht dhe thjesht e mora. Ndoshta 5 deri në 7 xhirot e para, kisha me të vërtet shumë frikë. E di që zemra më rrite fort dhe i përsërisja her pas here vetes që qetësohu, çdo gjë të shkojë mirë. Isha gjithë kohës duke kënduar sure dhe duke munduar që të isha sa më relaksuar dhe sa më e qetë. Dhe ishte vetëm çështje kohe. Pra sa u bëj muaj i parë që e merrja rregullisht. E qoftë edhe për rrugët më të thjeshta. Kur shkoja deri tek mami, shkoja deri në një qendër tregtare atë që kisha më pranë, shkoja takoja ndonjë mikesh, e merrja për gjërat më të thjeshta që ndoshta mund t'i arrija edhe në këmbë, derisa fillova ta marrë në autostradë dhe në rrugë më të largëta. Çdo skenar ishte i frikshëm, sepse gjithmonë kishte diçka të re, kishte ditë që duhet të dilja në ditë më shi. Ndonjëherë duhet të jepja edhe natën. Pra ishte gjithmonë kishte forma të ndryshme parkimi. Gjithmonë kishte skenare kur ndeshesh edhe me njerëz të ndryshëm, që shpeshherë krijojnë situata të ndryshme në trafik apo në kryqëzime. Por me të vërtet frika erdhi duke u venitur, duke u zbehur. Tani po bën më shumë se 6 muaj dhe e kam harruar totalisht se çfarë është frika për t'i dhënë makinës. Mundësisht tani jam super e qetë, nuk kam asnjë lloj paniku, edhe nëse dikush i bie boris, mua më mjafton të mbaj korsinë time, të respektoj shpejtësinë dhe të arri në destinacion. Dhe kjo vlen për shumë situata të ndryshme. Është frikë që në fillim të krijosh content për herë të parë, të bësh videon tënde të parë, është frikë se ndoshta njerëzit do të tallen me ty, është frikë se nuk do të marrin seriozisht, është frikë se do mendojnë se ndoshta je pa aftë, po je mend si gjithë të tjerët, por duhet ta tejkalosh, nuk ka rrugë tjetër. Përndryshe nëse ajo merr kontroll mbi jetën tënde, ti nuk do të bësh dot asgjë, do mbetesh në vend numero. Ndoshta edhe pas një viti do të jesh po i njëjti person dhe kjo të pengon nga të bërit progres. Pra për të kaluar te pika tjetër, dil nga zona e komfortit. Koha kanon shpejt dhe ti do të jesh në vend numero. Imagjino pas një viti sërish ti të jesh aty ku ishe. Ndoshta edhe më keq. Imagjino që mbas një viti ti sërish nuk e ke nisur biznesin tënd online. Sepse në një vit mund të ndodhin shumë gjëra. Në një vit ti jo vetëm e ke nisur biznesin tënd online, por ke arritur shumë. Ke arritur të lësh ndoshta punën tënde 9-5. Ke arritur të ndërtosh të ardhurat që gjithmonë ke dashur, ndërkohë që bën një jetë shumë fleksibël. Thjesht sepse ti vendose të dalësh nga zona e komfortit dhe të shkosh rregullisht në palestër, ti do të kesh tani peshën që dëshiron, do të kesh trupin që dëshiron, më shumë energji, më shumë produktive si rrjedhoj, do të kesh shkruar ndoshta atë librin që ke kohë që do ta shkruash, do kesh ndërtuar atë kursin online që ke kohë që do ta bësh dhe ta shesësh, do kesh ngritur audiencën tënde dhe tashmë po shet produktet e tua ose po merr vazhdimisht bashkëpunime me brandet e ëndrave. Shumë gjëra mund të ndodhin vetëm nëse ne dalim nga zona e komfortit. Dhe kjo arrihet lehtësisht kur ulesh dhe i kërkon vetes llogari. Dhe unë mendoj që me të vërtetë njeriu është vetëm një vendim larg gjërave që ai dëshiron të bëjë. Thjesht duhet të marrësh një vendim
që unë do ta bëj këtë gjë. Dhe me të vërtetë ta bësh, pavarësisht se si ndihesh, ta shtysh veten. Një tjetër mësim shumë i rëndësishëm është të kërkuarit ndihmë. Sikur se ju thash, në mars të vitit të kaluar unë mora një dado që të më ndihmonte. Ndihesha mirë me veten time dhe me faktin që po i bëja gjërat, po e menaxhoja kohën time shumë mirë, por nuk kisha pse të sfilitesha aq shumë. Nuk kisha pse të sakrifikoja aq shumë, përderisa mundësia ishte për të marrë ndihmë. Mundësia ishte që të kaloja disa orë off, pra pushim, pra që të merra kohën që të dilja nga shtëpia pa djalin, që të qetësohesha, që të punoja e fokusuar, pa ndërprerje. Sepse sidomos për sa i përket mëmësisë, e di që nëna gjykohen shumë nëse kërkojnë ndihmë për pastrimin e shtëpisë, nëse kërkojnë ndihmë për fëmijët. Gjykohen shumë dhe nuk ka pse të jetë kështu, sepse nuk është e thënë që ta bëjmë çdo gjë vetëm. Dhe nuk kemi pse ta bëjmë, sidomos kur janë mundësi. Sepse unë e pash që tek vetja ime, në momentin që kisha ndihmë, kisha mundësi që disa orë të punoja pa ndërprerje, të isha fokusuar, të isha më produktive, të isha më e dobishme për klientët e mi, të kujdesesha edhe më shumë për veten time, për shëndetin tim fizik. E gjithë kjo përkthej në mua duke qenë një nën më e qetë, më prezente, shumë herë më e dashur dhe durueshme me djalin tim. Sepse siç thotë edhe një shprehje, nuk mund të pish nga një filxhan bosh. Dhe ne si nëna kemi nevojë që her pas here ta mbushim atë filxhanin ton, nga i cili janë shumë njerëz që duan të pinë, duke filluar nga fëmijët tan, nga familjarët tan, nga klientët tan, që është biznesi jon. Dhe kur ai është bosh, ne nuk kemi as për vete, as për të tjerët. Prandaj të kërkuarit ndihmë në fakt është zgjuarsi. Sidomos atëherë kur është mundësia. Pse jo? Jo vetëm kur sen kohë, por rritesh edhe më shumë. Dhe e fundit, një ndër mësimet më të mëdha që unë kam nxjerrë nga viti 2025 ka qenë për sa i përket të paturit një biznesi online. Me të vërtetë të jep liri dhe sidomos kur je nën, liria nuk ka çmim. Prandaj unë do të inkurajoja të gjitha nënat që me aq kohë sa ato kanë në dispozicion, ta shfrytëzojnë që të mësojnë se si ndërtojnë një biznes online. Të hulumtojnë çfarë aftësish ju duan, çfarë mund të mësoni ju në kohën tuaj të lirë, në mënyrë që t'i shërbeni ndërtimit të një biznesi online. Sepse jo vetëm do të keni mundësi që të merreni me diçka, por do të fitoni fleksibilitet, do të fitoni të ardhura fleksibël, do të keni mundësi që të organizoni kohën ashtu siç ju dëshironi, për të qenë në dispozicion të fëmijëve tuaj kur ata kanë nevojë për ju, për shortit tuaj, familjarëve tuaj, ose për veten tuaj kur ju doni të merrni një ditë pushim dhe nuk doni të punoni fare për atë ditë. Ju mund ta bëni këtë gjë. Ose nëse në një ditë ju ndjeni produktive dhe doni të punoni gjatë gjithë ditës, sërish mund ta bëni këtë gjë. Dhe mbi të gjitha duke patur të ardhura më të mira se sa do të kishit në një punë 9-5. Dhe me të vërtetë nëse ju po e mendoni këtë gjë, shikoni kursin 3 mënyrat më të mira për të fituar para online, shikoni opsionet që janë, edukohuni më shumë rreth tyre dhe filloni sot gradualisht. Pas një viti do të keni arritur me të vërtetë shumë, nëse jeni konsistente. Jam shumë kurioze të di edhe për ju cilat kanë qenë mësimet më të mira, më të dobishme që ju keni nxjerrë nga viti që lan pas. Më thoni në komente edhe do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, qofshi mirë dhe me shëndet.